Një rrugtim I thellë I vetë zbulimit, shpesh nis fiks aty ku nuk e presim. Sot do të hedhim dritë mbi një koncept absolutisht magjepsës që fsheh një thellësi të jashtëzakonshme për natyrën njerëzore. E gjithë kjo analizë përqendrohet në një proces shumë të thellë të ndriçimit të brendshëm, duke u bazuar në një kornizë metaforike vërtet të veçantë, ngjitjen e shkallës spirale. Ky simbol I rrënjosur thellë në traditat e lashta nuk është thjesht histori e vdekur, përkundrazi zbulon një hartë të qartë se si mendja dhe shpirti mund të lartësohen vërtet. Është një udhtim breslënës për rritjen tonë të brendshme, ndaj le t'i ngjisim këto shkallë së bashku. Në rregull, le të thellohemi në këtë. Lind natyrshëm një pyetje thelbësore. Pse rruga drejt urtësisë nuk është kurrë, po absolutisht kurrë një vije drejt? E po, për ta kuptuar këtë duhet pranojmë se të gjithë e nisim udhëtimin nga e njëjta piknisja, padia. Ne e nisim këtë rrugë nga një lloj errësire metaforike dhe megjithatë mbartim brenda vetes këtë dëshirë universale për të kërkuar dritën ose të vërtetën. Dhe ja ku qëndron sekreti. Procesi I njohjes së vetvetes nuk ndodh asnjëherë brenda një dite. Është një proces që merr kohë. Këtu arrim tek thelbi. Seksioni I parë, simbolika e shkallëve spirale. Një metaforë për rritje njerëzore. Këto shkallë spirale natyrisht si janë detaje arkitekturore të gëndendura në gur, por një kalim jetësor. Le ta mendojmë kështu. Kur krahasojmë një vit të drejtë, që është e menjëhershme, e lehtë, por thellësisht e limituar, me formën e një spiraleje, shohim një ndryshim drastik. Spiralja simbolizon një qasje graduale që evoluon pafundësisht. E vërteta është se ndriçimi I vërtet kërkon domosdoshmërisht kohë, përpjekje të palodhura dhe një rritje ciklike. S'ka rrugë të shkurtra këtu. Asnjë fazë nuk mund të kapërcehet. Dhe mos të mendojmë se kjo është ndonjë ide e re. Origjina e këtij simboli shpërthen në kultura krejtësisht të ndryshme nga njëra tjetra. Ai gjendet në tempujt madhështor egjiptian, në misteret greke, në filozofinë hermetike, në arkitekturën e lashtë sakrale dhe në tekstet biblike. Është vërtet mahnitse se si tradita të pavalura, mijëra kilometra apo vite larg njëra tjetrës, përdorën saktësisht të njëjtin simbol për të shpjeguar kalimin nga materia e ngurtë drejt vetdijes shpirtërore. Kalojmë te seksioni I dytë, nga errësira në dritë, ngjitja e vetdijes. Dhe kjo ilustrohet në mënyrë briljante në atë që na rrethon. Forma spirale nuk është shpikur nga mendja e njeriut, ajo është fjalë për fjalë dizajni I vetë natyrës. Shpaloset kudo, që nga guaskat e vogla të detit, tek pafundësia e galaktikave dhe deri te fijet mikroskopike të ADN-s. Kështu, këto koncepte që ndoshta tingëllojnë pak ezoterike, kthehen në diçka shumë konkrete. Natyra tregon se evolucioni biologjik dhe ai kozmik janë një pasqyrë për pryrje rritjes son të brendshme. Por le të ndalemi pak për të sqaruar diçka thelbësore. Çfarë nënkuptohet me dije në këtë rrugtim? Nuk bëhet fjalë thjesht për të mësuar përmendësh disa fakte të thata shkencore, as pak. Dija këtu është një dritë e vërtet. Është forca që sjell çlirim nga padia, duke shërbyer si një mjet për lartësim moral dhe shpirtëror. Çdo shkallë e re që ngjitet përfaqëson një mësim të ri të përvetësuar dhe një këndvështrim krejt të ri për botën. Seksioni I tretë, 7 artet liberale, mjetet për ngjitjen intelektuale. Për t'u lartësuar në këtë spirale, duhen mjetet e duhura. Historikisht, këto njihen si themeli I arsimit klasik: gramatika, retorika, logjika, aritmetika, gjeometria, muzika dhe astronomia. Këto s'janë thjesht lëndë shkollore bezdisse, por përbëjnë vetë shtyhën kurrizore të zhvillimit të mendjes. Është thelbësore të kuptohet entuziazmi I botës së lashtë për to, pasi zotërimi I tyre shihej si një domosdoshmëri absolute për çdo që donte të ngjitej intelektualisht. Le ta thellojmë pak këtë, sepse secila prej këtyre disiplinave ka një super fuqi të vetën. Gjeometria arrin të zbulojë harmoninë e fshehur të universit. Astronomia hap rrugën drejt misterit të pafundëm kozmik, ndërsa muzika, muzika është vetë simboli I harmonisë së krijimit. Ato synojnë të ndryshojnë rrënjësisht mënyrën se si perceptohet realiteti. Të tentosh të hidhesh drejt majës pa këtë disiplinë është thjesht një mision I pamundur. Le të lëvizim tani te seksioni I katërt dhe të shohim se si kjo ndërton diçka më të madhe. Templi I brendshëm, nga mendja të shpirtin.
Në këtë pikë, e gjithë kjo dije mblidhet për të krijuar diçka të jashtëzakonshme. Fokusi kalon thellësisht në sferën shpirtërore. Ky tempull i brendshëm është streha e fundit morale që ndërtohet thellë brenda qenies son përmes zotërimit të vetvetes. Dhe duhet thënë qartë, kjo ngjitje s'ka asnjë lidhje, absolutisht asnjë lidhje me pushtetin, parat apo statusin social. Është një udhtim që i dedikohet 100% ngritjes së karakterit. Po, atëherë, me çfarë materialesh ndërtohet ky tempull? Sigurisht që jo me tulla e çimento, për këtë kërkohen dija, reflektimi shpirtëror, përvoja e jetës dhe disiplina morale. Mekanika e këtij ndërtimi është vërtet e bukur. Ajo tregon se kjo stres mund të ngrihet brenda natës, kërkon një proces metodik ku vendoset me kujdes gur pas guri apo më saktë mësim pas mësimi derisa e gjitha të marrë jetë. Në fakt, le të ndalemi një sekond këtu, sepse ka një citat të mrekullueshëm nga burimet tona që thotë: çdo mësim është një shkallë, çdo përvojë është një provë, çdo reflektim është një hap drejt vetdijes më të lartë. Sa e thellë është kjo. Do thotë që vetë sfidat e përditshmërisë, hallet tona të zakonshme, janë mjetet që farktojnë këtë tempull. Çdo vështirësi kthehet në material ndërtimi për vetdijen, nëse arrim të reflektojmë mbi të. Seksioni i fundit, udhëtimi i përhershëm, shkalla e pafund. Pas gjithë këtij udhëtimi përballemi me një moment të vërtet zbulimi. Këto shkallë nuk kanë asnjëherë një fund të vërtet. Ashtu siç universi është i pafund, po ashtu është edhe vetë dia. Kjo na jep të kuptojmë se ndriçimi i mirëfillt është gjithmonë një proces që vazhdon, një rritje e pandalshme dhe jo një stacion treni ku thjesht zbresim dhe themi, "Ok, mbrita kaq ishte." Pra, pika thelbësore e gjithë kësaj është nevoja absolute për përullësi. Njeriu ideal nuk është ai që ecën rrotull duke u hequr sikur di gjithçka. Përkundrazi, është ai që vazhdon të kërkojë dritë me modesti. Përballë një spirale me shkar të panumërta, arroganca është armiku më i madh. Kërkimi i vazhdueshëm pa u mburrur mbetet i vetmi celës për zhvillimin ton të vërtet. Kjo na çon natyrshëm në një përfundim vërtet provokues. Meqense askush nuk vjen në këtë botë i pajisur me urtësi absolute, cili do të jetë hapi i radhës drejt dritës. Rruga është aty, gjithmonë e hapur, duke pritur që secili të hedh hapin e radhës në këtë eksplorim të pandërprerë të vetvetes. Kjo ishte e gjitha për këtë analizë. Le ta mbajmë gjallë këtë kuriozitet, sepse për sa kohë kërkojmë ndriçim, ngjitja në këto shkallë të pafundme sapo ka filluar.